Faleminderit i nderuar nën kryetar, të nderuar kolegë deputet, të dashur qytetar. Edhe java që po përfundon ishte me plot suksese për vajzat dhe gratë e Kosovës. Këtë radhë në sport dhe në kulturë. Edhe këtë javë vazhdojnë të thyen tabut dhe stereotipët dhe vazhdon të shkruhet historia e grave dhe vajzave të Kosovës me suksese ndërkombëtare. Mbrëm, Distria mori medaljen e 4 në kampionatin evropian. E Kosova ka 25 medalje ari në judo në tërsi. Një sukses i jashtëzakonshëm. Në anën tjetër, nga qendra kinematografike, u njoftuam se filmi me metrazh të gjatë Dua, me skenar dhe regji të Blerta Bashollit, do të ketë premierën botërore në Samen de la Critique në Cannes. Kështu u hap njoftimi i qendrës kinematografike, institucion ky që mbart me vete krenarin maksimale në artin e shtatë. Filmi është përzgjedhur në mesin e vetëm 7 filmave të gjatë të edicionit të sivjetëm të këtij programi prestigjioz. Kjo është hera e parë që një film nga Kosova përzgjidhet në Semaine de la Critique, javën e kritikës, një nga seksionet më prestigjioze dhe më kompetitive të festivalit, ku Dua do të garoj për 4 çmime kryesore në kategorinë e filmave të gjatë. Kjo është një dramë e vendosur në Kosovën e viteve 90 dhe e frymzuar nga përvoja personale e regjisores. Filmi është xhiruar në Prishtinë dhe ka ngjarjet që kemi përjetuar në vitet e 90-ta tek shtëpitë shkolla, derisa ishte suprimuar autonomia dhe blindat e Serbisë gjendeshin rrugëve tona. Filmi Dua është pjesë e historisë së grave në kineman e Kosovës. Histori kjo pune, krijimi dhe suksesi ndërkombëtar i shkruar me emra të përveçëm. Adriana Matoshi, me shumë role në film dhe televizion, interpretoi rolin kryesor në filmin Zana, kandidat i Kosovës për Oscar. Antoneta Kastrati realizoi filmin Zana, i cili pati po ashtu premierën botërore në Toronto International Film Festival dhe u prezantua në shumë festivale ndërkombëtare. Arta Dobroshi ishte aktoria e parë nga Kosova që u shfaq në garën zyrtare në Cannes Film Festival. Blerta Basholli me filmin Zgjoj fitoi çmime kryesore në Sundance Film Festival. Blerta Zeqiri fitoi çmimin e jurisë për filmin e shkurtër Kthimi. Kaltrina Krasniqi prezantoi filmin Vera Ndrondetin dhe më pastaj filmi fitoi çmimin në Tokyo Grand Prix. Lindita Zeqiri me filmin Balkoni shënoi një moment të rëndësishëm për filmin kosovar duke qenë nga filmat e parë nga Kosova në Venezia Film Festival. Luana Bajrami debutoi me Luaneshat e Kodrës pashtu në Cannes. Pashtu Nurika Sefa me filmin Në kërkim të Venerës fitoi në fakt edhe ashtu ka përfundu fiks koha e deklarimeve jashtëzakonshme të ditës. Po, Ani, hajde. Më falë veç kështu so për koreksi, LDK-ja nuk ka më duket kërkesë për fjalë jashtë rendit të ditës. Atëherë po përmbyllim me Besën, me një si të përfundon Arjeta edhe përfundojmë këtë pikë të rendit të ditës. Faleminderit shumë. Faleminderit i nderuar kryesues, dua të përmend dhe Nurika Sefën dhe Sevdije Kastratin dhe Ylka Gashin, emra këtu të kinematografisë të cilat po shkruajnë historinë e sukseseve ndërkombëtare të Kosovës. Sot gjithnjë më shumë gra në Kosovë po shkruajnë, prodhojnë e po realizojnë filma të rinj. Shumë prej tyre janë aktualisht në proces zgjirimi dhe zhvillimi të projekteve të reja. Edhe nga Kuvendi i Kosovës i përgëzojmë për sukseset dhe ju urojmë suksese tutje. Faleminderit.